Sa bukur ka ai ushtar për ushtri se kallëzoj. Ho, o zoti madh, unë nuk e lë pa bërë një kështu, si thohet, me ushtrinë e Kosovës. Korso, si thohet. LPD? Po si a thosha dot aty. E pse se lype? Me erdhi zor aty. A di çfarë reklame i kish i bën aty? Jo, mos s'ka nevojë ato për reklamë. Jo për reklamë edhe për ta dhe për ty. Unë kam të stërvitem këtu. Po stërvitet, do të thonë një javë veç një ditë. Jo, qa një ditë, të stërvitem një muaj, për shembull. Kish i pas shef? Ëndër e kam. Mos barbra hajgare. Po zotin e kam. Unë e kish i veç me bo, kish i si marketing. Po qa thu më marketing? Qa marketing? O, me ndova me një ditë, thash me bo një ditë edhe me lë. No, të ushtrojmë tamam, të më ushtrojmë. Seriozisht? Tamam, si bëjnë ato. Një muaj, 10 ditë, sa nuk e tia, a mund të bëhet. A dirë shka banë? E dhuroj, o vla. Kur del jashtë bigut, nuk e di, po këtë pyes. Gom, kur del jashtë bigut, kam shumë qef. ose lëpën vete. A ti si thësha do? A i erdi këshu, të folë tamam, E pse thojshi, pse... Ju lutem kam ëndër, no. Por zotën e kjo ndër, të më kalëzoj që muni thësha? Të së më kalëzove mu? Jo më erdi zërë. Wow, ane ke... A ty erdi për mua betet tjera, të regonte... Po me që me pyt... Po flisim për Kosovën... Ajo ka qenë pytje shumë e mirë, me pyt a ki obligim me shku në ushtri në Kosovë, a si pas qëfa ligji ka, të se në Zvicër ki obligim me shku? Oso, edhe këtu duhet tjetë, ma non nuk është si më përpara, besoj, volontario, ëndër e kam stërviteme dhe gjithmonë ka pëlqyet stërvitesha këtu. Pero nuk e dia është e mundur. Hala. Sempre më ka pëlqyet. Ushtria, force speciali, këto gjëra kështu i kam shumë qef. Nuk e di sa mund tjetë koha që mund stërvisi njerës, dhe me thënë, të jashëm. E këpëton se duhet bësh një korso, diçka, e këpëton, ëndër e kam e adhuroj shumë. Se di, si stërviten, si bënë, do me thënë, që na fillimit dheri. Ajë, sa mund të mësosh. Kushtrimi e kështu ki shumë arore, na? Asë interesoj. Këtë loja. I don't know. Nuk e di, unë jam shumë mësbesuse. S'ki faj. Unë jam shumë mësbesuse. A mo qëta me ushtri... Mendoj që shimi herë në që se po ka ta mama, po... Qëta me ushtri lëpe, mare? Ja, asë më binte zorë. E, Nuk e tucja. lë, kur dalë nuk e lë. E, tucja. Që se më tha mu, a nive hygi? Ishe shumë largë ti. Jo, ma më qu, ose alo pa ardhaj, ose qatë moment. Se kisha ide në kushish. Ose mi thonë hygit. Jo, ti thash një pytje, mishë si a thash pare të lija namë. Po s'kite me pytja e njeri ashtë, tërë e s'tanë. Kjo pasa pas dëshirë ushtri me bo një muj ditë, të më thonë. E ka mondë. Për seriozisht, tha merë tha keq me pytë. Jo, qyqa, po si a erdi për mua betë tjera. Po qysh më, po s'ka dertë, më, po e pytje bukur otën me vetë se qëfar obligime duhet me kry për me shku në ushtri, edhe kam dëshirë, i kisha pas dëshirë, pytje, super pytje. Unë zja s'ja them, o vla. Që se mua për më kishe. Po, unë ta thash, ati them këtë, ti the po. E shkën të bëja një gabimon. Jo. Atë pytjen, mishë s'ja thash. Jo, nuk të thash këtu. tu, Përke ato duhet a din sa. Apo ti the nuk e thojnë. Jo, ti duhet bëje pyetje për ekzekutime. Ajo Problemi pytje ro. është që fjala ekzekutim nuk është e saktë, sepse ekzekutim do të uqidere. Të vra, po të vran dikë që është i pambrojtur. Ajo është ekzekutimi. Jo luft. Unë e di se ushtari kur nuk të rëgën. Ekzekutimi është të vësh 3 njerëz përballë edhe ti. Prandaj të thash ekzekutimin të thash unë, jo fjalën. Jo si thohet prap. Eliminime. Po. Unë kam. Unë që e di ushtari s'ka drejt me folë, nuk e folë. Kurse sa njerëz i ka vrane se. S'folin, ushtari s'folin. Tek e tek, do me thënë. Nuk flet, është nuk besoj se flasin atë punë. Një ushtari vërtet kur nuk e flet sa ka pas, s'besoj. Pa kur dalë, pa lën, du me thënë shoqëri kam, unë, force speciali, këtë gjëra këtu, do t'a bëj, gjithmonë e kam lëna. Po pse, kur e keqe? Qa ki me ba? Në ushtri tha pasa që me shku. Po thash pëse pyte sa do të... Jam mare. Dolce dhe forcat Renea, forcat speciale. Kam shumë qërë. Shë bukur. Që pa temën e djali sa bita,
Kush? Bekim Shytis. Bekim Shytis, që era bo bëdall krejtë, vëlla. Una, sidomos. Me emra jemi këshu. Harrova emnin me njëherë. A i kishtë qenë supru shtë, a shikin kryso shumë jaftë.